prezencë dhe një falënderim. Boksieri Jurgen Uldedaj, i cili u shpall kampion bote në Londër në muajin tetor me titullin IBO, nga kjo e martë do të jetë qytetar nderi i Lezhës. Titulli u akordua nga Këshilli Bashkiak me propozim të Bashkisë Lezhë për kontributin e tij historik në sportin e boksit, ndërsa vlerësimi për boksierin Uldedaj u bë përmes një ceremonie të veçantë ku ishin të pranishëm drejtues të pushtetit vendor, përfaqësues të sportit dhe institucioneve, familjar si dhe qytetar të shumtë. Certifikat për dhënien e titullit qytetar nderi i jepet zotit Jurgen Uldedaj për kontributin e tij historik në sportin e boksit, si shqiptar i parë që fiton titullin botëror i IBO. Me këtë sukses të jashtëzakonshëm, ai ka lartësuar qytetin e Lezhës, Shqipërinë dhe të gjithë kombin shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kryetari i Bashkisë Pierin Dreu, kryetari i Këshillit Luan Uli. Boksieri Jurgen Uldedaj dhe xhaxha i tij Gjok Uldedaj e konsideruan një nder të jashtëzakonshëm këtë vlerësim në qytetin e tij të lindjes. Duhet që rastin të falenderoj kryetarin e Bashkisë dhe Këshillin Bashkiak për këtë nder të madh. Është nder për mua të jep qytetarin nderit Lezhës. Jam një djalë të gjallë edhe një popël i vet, të cilë vitat mbajtjet e jetës me një ëndër shumë të madhe, me motivim gjatë gjithë kohës, me mbështetje nga familja, me mbështetje nga miqtë e dashamirë, për të arritur këtë ditë. Një vlerësim ky që ka një peshë të veçantë, sepse e merr në qytetin ku Jurgeni është rrit, ku Jurgeni ka hedhur hapat e para edhe në jetë, edhe në sport. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, dhe përfaqësues të sportit vlerësuan arritjet e boksierit Jurgen Uldedaj, i cili numëron shumë tituj dhe medalje brenda dhe jashtë vendit. Kampioni Jurgen Uldedaj është shembulli më i mirë që me përkushtim të paparë dhe me një stërvitje serioze ka arritur majat më të larta që një shqiptar ka arritur deri më sot. Ai sot është kampion në një nga disiplinat më të rëndësishme të boksit profesionist IBO, duke na bërë krenar sepse është lindur e rritur në këtë qytet të bukur, në një familje nga më të mirat e këtij komuniteti dhe mbart vlerat më të larta si person. Jurgen, sot është dita jote, është dita ku Lezhë të nderon me titullin qytetar nderi, titulli merituar nga ana jote, sikur ti nderove Lezhën dhe Shqipërinë në arena kombëtare dhe ndërkombëtare. Juri është medalist e Europës, Juri është medalist botet që në moshën e tij 18 vjeçare. Ka marrë medalje të rëndësishme, medalje të cilat e futën Jurin në rrugën e tij të boksimit profesionist. Jam krenar si presidenti i Komitetit Olimpik të jem këtu prezent për të vlerësuar Jurgenin, këtë sportist të madh që ka bërë krenar gjithë shqiptarët në ndeshjen e tij në një arenë të madhe mbi 20.000 spektatorë në mes të Londrës. Jurgen Uldedaj e nisi rrugtimin sportiv në boks që në moshë të vogël në qytetin e tij të lindjes, Lezhën. Edhe brenda një kohe të shkurtër arriti majat botërore të këtij sporti, duke përfaqësuar Shqipërinë në arenat ndërkombëtare.